Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Emine Ramadani, jam mësimdhënëse në shkollën fillore Rilindja të fshatit Llojan, komuna e Likovës. Mirë se erdhe në e-klasa. Në vazhdim do bëj prezantimin nga lënda e shoqërisë. Tema është puna, punësimi, parat dhe tregtia për klasë të 4. Qëllimet. Duhet të dimë se shëndeti i trupit është puna. Puna dhe mundi janë ndër sekretet e gëzimit dhe lumturisë në jetën e njeriut. Nëse doni të punësoheni, ju duhet të dini se keni për të përgjigjur shumë pyetjeve. Jeni dhe i preokupuar se si ta prezentoni veten te punëdhënësi. Prandaj, duhet të keni opinionet tuaja sa i përket aftësive, shkaktësive, interesave dhe planeve tuaja për të ardhmen. Paraja nuk mund të përdoret si ushqim apo veshje, por nga ana tjetër zotrimi i saj jep mundësi të sigurohet një shumëllojshmëri mallrash të tjera të dobishëm. Tregtia është lloj aktiviteti ekonomik që kryhet nga individ dhe që merret me shitblerje dhe shpërndarjen e prodhimeve të ndryshme me qëllim të furnizimit të popullsisë. Puna përfshin aftësinë mendore dhe fizike të njerëzve për të kryer apo bërë diçka. Në një komunë, njerëzit merren me veprimtari të ndryshme, bëjnë punë të lloj-llojshme, si për shembull punë në sektorin bujqësor, punonjës me kohë të pjesshëm, punonjës me kohë të plotë, personel qeveritar, në punës civil, kemi dhe punonjës të papaguar në ndërmarrjet familjare, ndihmës shtëpiake. Puna është shumë e rëndësishme për njeriu. Punësimi. Punësimi është një marrëveshje në pajtim me ligjin mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Për të bërë një punë, si punëdhënësi dhe punëmarrësi duhet të kenë kontratë të punës e cila rregullon marrëdhëniet e punës dhe përmban të drejtat dhe detyrimet e palëve. Të jesh punëdhënës është e rëndësishme të dini se kur regjistroni një sipërmarrje në të njëjtën kohë, do të duhet edhe të vetpunësoheni, të punësoni apo të kontaktoni dikën që do të ndihmojë në zhvillimin e aktiviteteve tuaj. Punëdhënësi nëpërmjet kontratave të punës me punëmarrësin përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet si dhe pagën për punën e kryer. Në bazë të kontratave të punës, punëdhënësi duhet të garantojë deklarimin e punëmarrësit, llogaritjet, mbajtjen dhe pagesën në organet tatimore të kontributeve për sigurimet shoqërore si dhe të tatimit mbi pagë. Në kontratën e punës, punëmarrësi merr përsipër të ofrojë punën ose shërbimin e vet për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në kuadër të organizimit dhe të urdhrave të një personi tjetër të quajtur punëdhënës, i cili merr përsipër të paguajë një shpërblim. Parat. Të hollat janë faktor shumë i rëndësishëm në jetën e përditshme. Ato shërbejnë si mjet për pagesë. Në Republikën e Maqedonisë Veriore, të hollat quhen denar. Ekzistojnë të holla të farkuara, monedha dhe të holla në letër banknota. Monedhat janë para metali. Monedhat e para janë bërë nga ari, argjendi me figura të sundimtarëve, mbretërve. Monedha u prezantua si një para e standardizuar për të lehtësuar një shkëmbim më të gjerë të mallrave dhe shërbimeve. Të hollat e letrës, banknotat,
i kanë shpikur kinezët në shekullin 10. Përveç me denar, në kohë më të re njerëzit mund të blejnë me kartela pagesore. Bankomatët u mundsojnë njerëzve që prej llogarive të tyre të nxjerrin të holla të gatshme 24 orë në ditë. Tregtia. Tregtimi përfshin transferime mallrave ose shërbimeve nga një person ose njësi në një tjetër, shpesh në këmbim të parave. Një sistem apo rrjet që lejon tregtin quhet treg. Tregtia merret me shitjen e prodhimeve tepritse, përkatësisht me blerjen e prodhimeve që mungon. Më herët tregtia është bërë mall me mall, por me kalimin e viteve u bë mall me denar. Kjo pra nxënës të dashur ishte e gjitha. Shpresoj të keni ngelur të kënaqur. Ju përshëndes dhe miru pafshim.